Pavarësisht raportimeve se Bayern Munich po rivalizon Barcelonën për shërbimet e sulmuesit kosovar Fisnik Aslani, duket që bavarezët ende nuk e kanë një plan konkret për lojtarin. Sipas asaj që raportohet nga gazetarët e afërt me klubin gjerman, interesimi i Bayernit ende nuk është shumë serioz. Gazetarët Christian Falk dhe Tobi Altschaf qartësuan se te Bayern nuk ka ndonjë listë të ngushtë e cila përfshin Aslanin. Do të thosha se nuk është e vërtet sa i përket listës së ngushtë, deklaroi Altschaf. Megjithatë, ky i fundit shtoi: sigurisht Bayerni e di se çfarë lojtari është Aslani, po e ndjekin zhvillimin e tij, por ta thrasim si pasuesi i Harry Kane ose Nicolas Jackson është ende herët. Aslani ka fituar vëmendjen e top klubeve evropiane fal paraqitjeve fantastike te skuadra e Hoffenheimit, ku është ndër golshënuesit më të mirë në Bundesligë. Ylli kosovar ka kontratë deri në verën e vitit 2029 dhe ka një klauzulë lirimi pak më të ulët se 30 milion euro, që ja mundëson largimin nga Hoffenheimi. Sipas mediave gjermane, Aslani përfundimisht do të largohet nga Hoffenheimi në verë për t'u bashkuar ndonjë skuadre që garon në Champions League.